Çfarë do të ndodhë me Edi Ramon pas zgjedhjeve të 11 majit? A do të jetë ai sërish kryeministri që ka drejtuar vendin gjatë 4 presidencave amerikane, Obama, Trump, Biden dhe përsëri Trump? Apo fati i tij do të përfundoj pas sekurave, si shumë nga bashkëpunëtorët e tij? Një fije shumë e hull ndan këtë dilemë dramatike, ose do të bëhet një mbret absolut, i paprekshëm dhe i pakontrolluar, ose do të shndërrohet në një të dënuar që e kalon pjesën tjetër të jetës në burg. Nëse fiton sërish, skenari është i qartë. Rama do të mbretërojë i pacënuar, duke vazhduar kontrollin absolut mbi ekonominë, politikën dhe mediat, por në rast humbjeje, panorama bëhet shumë më komplekse dhe e frikshme. Në këtë opsion negativ për të, do të rihapen me forcë time të përdosin Rama McGonigal, ende aktive dhe në shqyrtim për skandalet ekonomike dhe diplomatike, janë implikuar rrjetet mafioze dhe agjenturore nga Tirana drejt Kinës dhe Rusisë, duke cënuar edhe sigurinë kombëtare të SBA-s. Në këtë rast, shqiptarët do të përballen me zbulimin e hidhur se cilët oligark ose mafioz kanë përfituar miliona nga taksat e tyre, pasi lista e bashkëpunëtorëve të Ramës është tejet e gjatë dhe eksplozive. Ndërkohë edhe Ilir Meta, duke shfrytzuar urrëtie ndaj drejtësisë, po të riqet drejt politikës aktive për të rimarrë kontrollin e parlamentit. Mediat pranë krimit organizuar, duke luajtur lojën e tyre manipulative, po amplifikojnë zërat që mbrojnë Metën dhe interesat e vjetra të elitës së korruptuar, duke shpresuar në ringjalljen e pushtetit të tyre. Forca e këtyre grupeve mbetet reale, por perspektiva që rendi i ri politik të digjet në zjarrin e interesave të vjetra, të atyre që kanë duar të lyera me krim dhe gjak, nuk mund të konsiderohet thjesht një rrezik kalimtar, është një kërcënim serioz për demokracinë dhe të ardhmen e Shqipërisë.